E përshkruar tek dhjata e re, e ndodhur në ditën e 3 të varrimit të tij pas kryqëzimit të tij. Pra, origjina e Pashkëve ka të bëjë me kohën e ekuinoksit pranveror që ndodh në 21 mars. Dita dhe nata bën një lloj barazon. Ato janë dakord që Pashkët të festojnë pra ditën e diel pas hënës së parë të plot. Pra pas ekuinoksit të pranverës. Pra pas. Dhe kemi Pashkë. Pashkët. E bukur. Kjo është shqipja këtu pas, që se ka as anglisht e as çfarë them ty. As gjuhë e lashtë. Lidhje fantastike fare. Sepse kur hëna është e plot, nuk është në asnjë vit, nuk është hëna e plot datat e saktë, pra ndryshon. Pas 21 marsit vijnë gjithmonë Pashkët, pra pas në minimumi 3000 vjet që festohet e tillë në planetin Tokë. Festojnë e quajnë Passover, biles. E çfarë quajnë pas? Pra kjo pas është Paskua, i thonë ato, a si thonë italisht? Pashkët, posti këtu në Norvegji. E gjithmonë pas ekuinoksit të pranverës. Në shumë nisën e vendeve kemi pra Pashkë, Paskua, kemi vezët dhe lepujt që janë simbole, domethënë të jetës së re në pranverë. Vezët që bëhen me ngjyra, fisja vezës që simbolizonte ringjalljen e Krishtit, si më thënë.